Historia e arsimit shqip është e mbushur me emra të ndritur, të cilët me përkushtim dhe sakrificë hapën rrugën e dijes dhe lirisë. Mes tyre, një vend të veçantë zënë Moraçi Riazi dhe Pendeli Sotiri, personalitete që dhanë kontribut të jashtëzakonshëm në përhapjen e gjuhës shqipe. Pendeli Sotiri u bë mësues në mësojtoren e parë shqipe në Korçë që u hap më 7 mars të vitit 1887. Ai dha mësim me pasion, duke ndihmuar në përhapjen e gjuhës shqipe, në një periudhë kur Perandoria Osmane ndalonte mësimin dhe përdorimin e saj. Më 7 mars 1891, në Korçë, Sevasti Qiriazi hapi mësojtoren e parë për vajzat shqiptare. Ishte një akt i guximshëm në një kohë kur arsimi për vajzat nuk ishte i përhapur. Ajo dhe e motra Parasqivi Qiriazi i përkushtuan jetët e tyre edukimit dhe emancipimit të gruas shqiptare, duke sfiduar pengesat e kohës. Sot, fal përpjekjeve të këtyre figurave të mëdha, ne kemi një sistem arsimor të ndërtuar mbi sakrificën dhe idealet e tyre. 7 marsi nuk është thjesht një datë historike, por një homazh për të gjithë ata që i dhanë dritë dijes shqiptare. Le ta kujtojmë dhe le ta nderojmë këtë trashëgimi me përkushtim e mirënjohje.